Jemi në studio me Elena Demollarin, e cila do të na shikoj pak për shenjat e horoskopit dhe kush është shenja më me fate e muajit korrik. Elena, përshëndetje. Përshëndetje. Të falenderoj që erdhe përsëri. Faleminderit. Ashtu siç e din të gjithë, ti do jesh çdo javë në emisionin Vibe. Dhe do të vazhdojmë me parashikimin e shenjave. Po, parashikimin e muajit korrik, çfarë na parashikojnë letrat tarot, si do jetë energjia e tyre, duke i vëlluar që nga shenjë dashje deri te shenjët e peshqve. Okej. Dashi për këtë muaj do përballet me persona që do e kanë mundësinë për ta ndihmuar dhe nuk do t'i japin. Një lajm do e marrin të mirë, një lajm do e marrin të ëdhur. Do jenë një familje kompletuar, dëshirat e tyre do t'i bëhet realitet. Gjatë muajit korrik mund të kenë pengesa, por do i kalojnë me sukses. Do gjykojnë për marrëdhënien që kanë dhe kanë pozicione të mira, do rilindi diçka e re, nëse kanë bëjë me seanca gjyqësore, do falen, do kenë një stabilitet dhe do kenë shumë mundësi për të ecur përpara, do i kenë rrugët e hapura shenjë dashit. Demi do i ndjej veten të bllokuar, Demat për muajin korrik do i ndjej veten të bllokuar, mos i bëjnë gjërat me së mbyllur se nuk e kuptojnë se çfarë po ndodh mbrapa vetes tyre. Kanë armën e besimit, armën e zemrës, i kanë vënë duart kryq, po do ndihmojnë nga gjysma anë dhe gjërat do shoshojnë pak e nga pak, por nuk do jenë sigurt, nuk do jenë stabil dhe mund të jetë pak errësirë në lidhje me punën, me dashurinë, me fatin, gënjeshtra, mashtrime, manipulime, fatin do premë gëshër. Do i shkojnë gjëra diku priten në mes. Dhe duhet të kenë kujdes nga ëndrrat e kota, iluzionet e kota, gënjeshtrat, mashtrimet, manipulimet, intriga dhe çdo gjë do dalë sheshit. Do ndjen vetëm pak të bllokuar si në punë, si në dashuri, si në fat, si në lidhjen e tyre dhe duhet të çbllokojnë nga bllokimet që kanë, duhet të çlirojnë nga bllokimet që kanë, se do ndjen veten shumë të bllokuar. Nuk do jenë të sigurt, shumë thashë theme do i kenë ajër, diçka ere po i vjen. Agjencia udhëtimi do marrin përgjigje për po, mund të jetë një takim i rastësishëm, por në fund fare një kontratë pune, një firmë, një dokument me një vendimmarrje do marrin një vendim. Dema, sidomos në muajin korrik, duhet të jenë të kujdesshëm. Binjakët do bëjnë udhëtime të gjata nëse kanë menduar udhëtime të gjata. Nga ana financiare do kenë një lëkundje, po do kenë një stabilitet. Janë persona që punojnë, do ecin përpara. Ngritje ekonomike financiare në dashuri do jenë mirë, probleme shëndetësore nuk do kenë, por mund të kenë edhe një ngritje në biznesin, mund të menaxhojnë edhe një biznesin e tyre. Por binjakët përgjithësi do jenë mirë. Gaforia duhet të ketë kujdes nga personat që janë të varur nga droga, nga alkooli, nga bixhozi, nga persona që janë materialistë, duan për interesat e veta dhe duhet të kenë kujdes gaforet në muajin e tyre, dikush do tentojë të gënjejë, të mashtrojë, të manipulojë. Duhet të kenë kujdes se mos bëjnë pjesë e mashtrimit, manipulimit, intrigës, dikush do e futi në kthetrat e djallit ose në energjitë negative, duhet të largohen nga personat negativ. Do kenë përfitime të vogla në lek, do kenë ribashkime, ripajtime, ortak, po partneritet, mund të kenë një komunikim të vazhdueshëm, stabilitet, një largim nga vendbanimi, në fund fare do marrë lajme të mira, nëse janë në pritje disa lajmeve, fejesa, martesave, tavolina, ditëlindje, eventet do janë të gëzuar. Luani do i ndjej vetëm pak të shkatruar në lidhjen e tyre të dashurisë, mund të kenë dhe kriza pak në partneritet, duhet të jenë të kujdesshëm, do kenë përfitime të vogla në profesionin e tyre, me një vendimmarrje do marrin një vendim, dikush do i kërkojë të falur nëse ka mbra shpirtërisht, do kenë ndryshime, me një vendimmarrje do marrin një vendim, do e ndryshojnë gjërat si në punë, si në dashuri, si në familje dhe do ketë një ndryshim epoke. Mund të vdesë një epokë e vjetër dhe do rilindi një epokë e ri, ose mund të jetë një cikël i ri për shenjën e luanit. Virgjëresha duhet të ketë kujdes në muajin korrik, shoh që do ka kaluar shumë situata të vështira, por në fund fare do dalë fituar. Ka qenë kalotuar për 3 kërkesa e refuzuar për një person që mund të ketë humbur ose për një lidhje dashurie që e ka humbur, por 2 përgjigje do parashtrohen. Duhet të ketë kujdes se mund të ketë një humbje parash, distancë, largësi, krizë në partneritet të distancuar, duhet të ketë kujdes nga persona të tretë që mund të japin
një energji negative, duhet të ketë kujdes nga persona të maskuar, do ketë pak sfida në muajin korik, por në fund fare do dali e fituar. Peshorja do përballet me çështje ligjore nëse ka të bëjë me çështje ligjore. Një diplom, një master që do marrin në punën e tyre do korrin sukses, por duhet të kenë kujdes me shoqëritë mbi si të fallçën. Nëse ka të bëjë me prona, do bëhet një problem i madh. Do ketë nëse ka të bëjë çështje pronash, do bëhet një problem i madh, mund të përballet me seancë gjyqësore, drejtësi, dokumenta ose me ligjin. Janë në pritje disa lajmeve do marrin. Lajme të mira nga ana financiare do jenë të kompletuar. Kërkojnë të drejtën e tyre dhe do dalin të fituar në gjitha drejtimet peshore. Akrepi duhet të ketë kujdes nga persona që janë mistik, duhet të ketë kujdes nga personat mistik, beson shumë të universi, për njerëzit mund të jetë negativ, po për Zotin është i bekuar. Dikush është larguar ose do largohet, një largim pune, një prishje planesh, dikush i ka prishur planet shenjës të akrepit, duhet të jenë të kujdesshëm muajin korik, pavarësisht që kanë pasur pengesa, situata të vështira, do stabilizojnë gjërat. Nga ana shpirtërore do gjejnë një qetësi shpirtërore. Për momentin mund të kenë gjërat pezull, po do zgjidhen gjërat me kreativitet. Shigjetari, për muajin korik duhet të ketë kujdes nga personat, dikush mund të hyjë në mendimet e tyre, mund t'i lexojë mendimet e tyre dhe mund të jetë një person xheloz akmar që është e përbetuar por ta akmar. Do jetë shumë zemër ty në lidhje me dashurinë, duhet të ketë kujdes se mund të ketë një divorc, një ndarje. Mos marri opinion tjerëve, me një vendimari do marri një vendim, duhet të eci përpara, do ketë takime, telefonata, udhëtime, komunikime të furishme, do eci përpara, do ketë një ngritje ekonomike financiare, por duhet të ketë kujdes dhe dashurinë shigjetari. Britsjapi, shenje Britsjapi do ketë shere, debate, konflikte, mos marrëveshjeve, një konkurrencë. Duhet të shmangi debatet, konflikteve, mos marrëveshjeve, do jenë super të mbi ngarkuar nga ana psiqike ose psikologjike, por mos marrin opinionin tjerëve. Lidhje dështuar, lidhje konfuze që ndoshta mund të përfundojë dhe në ndarje. Mërkuri do t'japi një rëndë psiqike, psikologjike, por në fund fare do e kapi veten, do manifestoj fillime të reja, një dritë jeshile, universi do t'japi një dritë jeshile, do përballet në shtet, nëse ka të bëjë me çështje ligjore, kërkon të drejtën e tij, vërtetën e tij, dhe nëse është në pritje disa dokumentave do marrë dokumenta, por do përballet me çështje ligjore me drejtësinë. Në fund fare do marrë lajme të mira dhe nga ana shpirtërore do gjejë një qetësi shpirtërore. Ujori të ullur të mërzitur një në peme, duke menduar mirësinë e kam përpara vetes, po universi do t'jap një dhuratë të bukur. Janë shumë të vrarë shpirtërisht. Shenjës së ujorit për muajin korik duhet të kenë kujdes, do i prishen planet, çdo plan që ka bërë, mund të ketë një prishje planet, mund të ketë një falimentim, mund të ketë një operacion, mund të derdhë lot gëzimi ose lot i dhërimi, po duhet të jenë kujdes dhe në shëndetin e tyre. Janë të rrethuar botës tyre, duhet të dalin, mos marrin shumë opinione të tjerëve, çështje ligjore, çështje institucionale do stabilizohen, do kenë rrugëzgjidhje, në fund fare do jenë shumë me fat shenja e ujorit. Peshqit duhet të kenë kujdes, dikush do largohet me gënjeshtrat e tij ose me gënjeshtrat e saj, një largim pune, një pushim pune, dikush do i presi në mbez ose ka prendez, duhet të ketë kujdes, do ketë një komunikim të vazhdueshëm me universin, do bëj një udhëtim të gjatë, viza, pasaporto, dokumenta, do marri përgjigje për po, në fund fare do marri lajme të mira. Pjesa martesa, planimetri në blerje shtëpi, do i do gëzoj, do lëndroj. Qofse ka menduar për do një blerje shtëpie ose për do një projekt, dëshira e tyre do i bëhet realitet. Ky ishte parashikimi për muajin korik, për gjitha shenjat të horoskopit me letra tarot. Tani kush është shenja më me fat? Shenja më me fat do jetë gaporja. Gaporët duhet të jenë të kujdesshëm, se do kenë sfida, do kenë konkurrencë, do përballen me konkurrencën e tyre, por në fund fare do gjejnë një qetësi shpirtërore, do fitojnë. Pastaj kemi Virgjëreshën, kemi Virgjëreshën, Gaporin, Demin, Akrepin dhe Peshqit. Por këto shenjat e tokës dhe të ujit duhet të jenë kujdesshëm, sidomos këtë muaj në muajin korik. Mund ta bësh një parashikim vetëm për këto shenja që janë më me fat? Po. Do e fillojmë me Virgjëreshën.